Mikena, si të veproj kur unë kam frikë të realizoj atë që e dua. Mike dashur, duhet kuptosh në radhë të parë që frikë kemi të gjithë. Për para gjdo gjoje që unë e bëj, kam frikë, por unë e bëj me frikë. Do me thonë, e akceptoj atë frikë dhe them, okej, unë e kam plan me bu këtë gjo, ti ose vjen me mu, ose rrin aty ku je. Por, kuptohet që më shtosh punë. Nuk kam qenë kështu në fillim, nuk kam qenë. Prandaj, duhet një herë të bëhet e qartë. Shembull, nëse ti e hap një faqe Instagrami për atë që ti don me bo, dhe nis dhe fol dhe do të kisha këshillu shumë që të flasësh sa më shumë, domethënë të tregosh për atë që ti don me e bo. Dhe duhet kuptosh që ka me pas sa her njerës që kanë me full keq për ty. Ka me pas sa her njerës që kanë me të shajt. Më thënë, aty të jesh e bindur dhe kjo është okej. Është shumë në rregull, sepse këtyre njerëzve ti ju prek diçka mërna tyne. Më thonë, leni aty ku janë, sot, biles, apo dje, muska bofsha, nuk e di, një vajzë që mirret me Instagramin tim edhe me postimet, e ka vëre se kanë ardhur 2 komente që nuk kanë qenë okej, nuk kanë qenë rregull, edhe më kanë shajt në atë koment. Unë kam fol për fëmijët, do të them, para një javë mos ka bofsha, se me kohën nuk jam shumë kështu, nuk jam shumë 100% se momentin që ti jeton dhe mësohesh me jetu në moment, atëherë e harron edhe kohën. Dhe i ka lexu këto komente dhe po më thot Mikena kështu dhe unë i kam thonë që shiko, kur të kese kështu komentesh që nuk janë okej në rregull, të lutem i fshin ato komente dhe nëse personi prap shkruan atëherë i bllokon dhe mbas një kohe unë i çbllokoj prap sepse nuk du me blloku energjinë dhe du m'ju dhon këtyne njerëzve mundësinë prap që të punojnë me veten. Dhe ju kam thonë që çdo gjë që juve ju prek, çfarë unë ju këtu ju them, atëherë ju përket edhe juve. Do të thonë është diçka që ti duhet me pa edhe me punu me atë, sepse nuk jam duke të prekur ty kot me këto fjalë. Dhe duhet kuptoni që mu nuk më bëni as të dhe një gjo me as një lloj komenti, sepse unë e di pse në time, unë e di se qa bëj, e di se ku është qëllimi jem, cili jem, prandaj duhet kuptoni miq që çdo gjë që ju e merrni me krah hap dhe e pranoni dhe punoni me ato ndjenja, punoni me ato bindje, kom ju qu aq shumë përpara sa se keni idenë. Prandaj, mike dashur, qunë kom, bëne me njëherë veprimin që ti e don me e bo, por mos prit lutem, mos prit deri sa menjat nise aty me historitë e veta, me frikrat e veta, dhe duhet t'jesh shumë e bindur 100% se ato frikra që ti këtu i shpjegon apo i tregon në këtë mesazh që më ke qu, unë i kam sa herë, por prap unë i bëj ato gjona, sepse e di se çfarë du, e di se kush është qëllimi im dhe nëse doni me arrit diçka, atëherë dijeni që ju duhen 2 gjona, dëshira për me e bo dhe disiplina. Unë edhe smur kur jam, unë qohem edhe shkruaj thonje, edhe bëj postime, edhe pse ndoshta e kam zonin e marrëm, nuk e kam adi shumë zonin taman fet si kur jam duke fol tashti, apo bëj veprime sa herë, ose kur dal me shoqet e mia, për shembull, unë sa herë bëj fotografi, ose ju them aty më bëni fotografi se bëj shpesh herë postime, edhe mrapa më duhen për një Instagram, dhe duhet kuptoni që gjithçka, më thënë çdo shkak e ka pasojën e vet. Unë jam duke dash me hec në këtë drejtim, atëherë pasoja është që duhet me bo fotografi, duhet me bo video, duhet me mësu sa më shumë, me lexu etjera etjera. Prandaj mike dashur, mos u dorëzo në ëndrat e tua çfarë do që të thojnë njerëzit e tjerë, sepse njerëzit e tjerë derisa ty të preken me fjalët e tyne, ka të boje me ty.
Nuk ka të boje me të tjetrin, megjithmend, miq, asun si kam kuptu shumë gjana për para, edhe unë i kam marrë komplet ndryshe shumë gjana, por ju betohem që nëse punoni me veten, keni me arrit shumë. Jo vetëm realizimin e ëndrave, por edhe paqen e tuaj të mbrëmshme, që çfarëdo që të vije, ju jeni të sigurt që gjithçka ndodh vetëm për ju. Ju përshëndes.